Falja e gjunaheve në jetën e kësaj dunjoje ka begati dhe nimetet shumëta. Je më i lehtësuar në aspektin shpirtëror. Allahu xhallahu ala nuk të privon nga risku. A e dini ju se ka thënë pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë robi do të privohet nga risku i tij, nga furnizimi i tij, bi dhanbin yusibuhu, për shkak një gjunahi që ai e bën jetën e kësaj dunjoje. Jo për shkak të gjunaheve, për shkak një gjunahi që ai bën jetën e tij. Sa herë ka ndodhur, ne nuk e dim, po ka ndodhur. Sa herë vëllezër ka ndodhur që ne të jemi të privuar nga shumë mirësi të ndryshme në jetën e kësaj dunjoje për shkak të gjunaheve tona. Sa begati janë larguar nga ne, vallahi për shkak të gjunaheve tona, jo për diçka tjetër. Sa brenga, telashe, mërzia e gajle i kemi ne në jetën e kësaj dunjoje, jo për shkak të kushteve ekonomike, po për shkak të gjunaheve që na kanë kapluar. Andaj pejgamberi Allahut na mëson neve që ne ta lutim Allahun xhallahu ala në namaz, ti themi Allahut o Allah, na fal me faljen tënde gjithë përfshirëse dhe na mëshiro.